إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالمدريم ذا الأفضرات إتاقين الله جل جلاله لتلنا بغطي متميرة الشمطة صلاة سلامة شوفشن ببيغمبير صلى الله عليه وسلم بفاميلën e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith i nxit besimtarët, i përkujton besimtarët për kohët e fitnave. Për kohën kur do të shtohen fitnet, se çka duhet me bë besimtarët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në kohën e fitnave adhuruesi, ibadetçori, ai që është i preokupuar me ibadet, me adhurim në kohë të fitnave, vlera e tij është sikur me bë hijret te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vlera e tij është sikur me bë hijret te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se njeriu preokupohet me ibadet në kohë të fitnave, a është muhaxhir? A është sikur sahabët? Sikur sahabët nuk është. Gradën e sahabëve nuk e arrin. Për shkak se ajo është një periudhë kohore ku ka qenë special për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, shpërblimi i hijretit arrihet. Arrihet me adhurim, arrihet edhe me hijret tjetër që ndodh pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E gjitha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ndërpritet pendimi derisa ndërpritet hijreti. Nuk ndërpritet hijreti derisa të linde dielli prej perëndimit. Do me thonë, hijret për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe arritja e gradës së hijretit pas ka deri para kiametit. Mirë po sahabët kanë qenë të veçantë radhiyallahu anhum ejma'in. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na thot këtë hadith. Ai që preokupohet me ibadet në kohë të fitnave, shpërblimin e ka sikur me bëj hijret te Omer. Pse? A është e lehtë kjo mesele? A mundet secili me bëj këtë çështje? Ja, nuk mundet me bëj secili. Dhe nuk është e lehtë. Është begje e rëndë. Dhe na jemi dëshmitar të kohës, apo? Na jetojmë në një kohë kaosi, ku njerëz nuk ju intereson diçka tjetër njerëzve jashta se punë dhe prekupimet e kësaj dunjaje. Secili ngritet në mëngjes, apo secili e fillon mujin dhe e ka dert çysh ka me kalu mujin. Dhe i ban matematika çysh ka me kalu mujin. Dhe secili prej neve pjesa dërmuese të prekupuar me dunjan. Koha e çrregullimeve, koha e degenerimit, koha ku let është me bo zina, koha kur është let marrë terit e harami, koha ku kam bizotru kamata, koha ku kam bizotru zhveshja, koha
periudha ku ka mbizotru devijimi, koha ku ka mbizotru pasimi i të tjerëve dhe braktisja dhe lania anësh e fejtë se Allah s.w.t. Në ketë këtë koha e materializmit, ku njerëzët nuk ju bëhet kur gjë interesant në qoftë se nuk kanë përfitime materiale, kjo është koha të cilën na jetojmë. Në këtë kohë, ku pjesa dërmuese janë kështu, ti, apo unë, apo ne, më uvequ me bëj ibadet, nuk është lehtë vallahi. Është lehtë shumë e madhe. Është punë shumë e madhe. Për këtë shkak e ka shpërblimin se e bëj hijret te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ti duhesh me i braktis këtë këto. Ti duhesh më bën ndryshe prej tjerëve. Ti duhesh më bën ndryshe prej tjerëve. Ty duhet me të kënaq shpirtërorja. Ty duhet me të kënaq fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mos me të ardhë interesant çështja e materiales. E kjo do me thonë ti ka shikrejt tjerëve. Se krejt tjerët janë ndryshe. Në qoftë se s'ka dobi materiale, nuk i bëhet interesant kur gjë. Kohë kur është tu mëkati më të madhe. Ka ndryshu koha për 15, 20, 30, 40 vite në mënyrë drastike. Do më thonë, nuk është njëjtë si para 30 vite dhe tash. Nuk është njëjtë. Nuk ka kënaqësi si ka pas atëherë. Gjeneratat më të vjetra i kanë arritur ato kënaqësi dhe kur na tregojnë neve me mallëngjim, a kjo është periudhë shumë e shkurtë kohore me bukë ndryshim shumë i madh. Se ka pas kënaqësi. Jemi kënaq. Në çdo sen jemi kënaq. Ramazani ka ndryshe, Xhumaja ka ndryshe, misafirllëku ka ndryshe, akraballoku ka qenë ndryshe, gjithçka ka qenë ndryshe. A dini pse? Për shkak se në atë kohë gjithçka ka qenë lidhur me shpirtërorën. Do shto informacionet fetare ka pas më pak. Mirë po, ajo çka ka qenë, ajo është realizu, ajo është bërë. Sot informacionet fetare ka shumë. Mirë po, bashkë me këtë, ka ardhur edhe në dozë shumë më të madhe çështja e materiales. Çështja e materializmit, që s'na bëhet kur gjë mirë. Nuk na bëhet kur gjë mirë. E kjo nuk është për diçka tjetër, jashta se për shkak të shtimit të mëkateve dhe humbjes së bereqetit. Thot Ibn Kaimi, Allah më shiroft. Kur njeriu preokupohet shumë me gjunahe, kurse secili prej neve e dim se si kemi gjendjen na me telefone dhe me rrjetet sociale. Koha ku me një vakt për me mrit taj mëkat u dash me bëdhon pak mund. Koha ku me një vakt për me arrit me bo zina u dash dikush me investue, u dash me dalë jashtë kufive, u dash me dalë në pushtetet fqinje, edhe kështu me radhë. Pra asoj që na e dim, sot është koha ku është vo let gjithçka, e thjeshtu ka vo. është vo e thjeshtë. E tash në këtë kohë, ti duhesh me qenë i kujdesshëm. Çka thotë Ibn Kaimi? Kur njeriu preokupohet shumë me mëkate, ban mëkate Allah subhanahu prej pasojave të mëkateve është se mëkati ban që në zemrën e njeriut me mbjell një vetmi. Me mbjell një vetmi. Me mbjell një vrasësi që nuk i bëhet mirë për kurrë. Tash kur je i preokupuar me gjunahe, gjunajt ka bot ti me pas vetmi shpirtërore. S'bëhet mirë me kërkan. Nuk të bëhet mirë kur gjan. Kreta kushtet i ke, nuk të bëhet mirë. Shkon të daja, s'bëhet mirë, nuk o interesant. Për para ka qenë interesant me shku të daja, ka qenë knatësi, ka qenë lezet. Me shku të tezja, me shku të hala, me shku të kusherit, me dalë me shoqni, me prit misafir, me shku dikun misafir, ka qenë interesant. Mëndzi kam prit njerëzit me shku mazdarke, me pi qaj, e me bo muhabet. Do shto muhabetet e njëjta i kam bo, mirë po ka pos knatësi, lezet ka pos. Sot me bo me ta përmen muhabetin e para një vjeçmit, edhe një herë, po shallah. E çka ka ndodhë? Nuk ka periudhë shumë e gjatë kohore. 20 vjetë janë pyetje, ose 30 vjetë janë pyetje.
ajo që ka ndodhur është shtimi në dosë të madhe të gjunave. Kjo e ban që njeriu me pas vetmi shpirtëror, nuk i bëhet mirë kur gjë. As me fëmijët si bëhet mirë, as me gruajin si bëhet mirë, as me prindrit si bëhet mirë, as me vllavin si bëhet mirë, as me axhën, mixhën. Çfarë ty kemi mixhën? Ti deri këtu mixha aty, se më më kur je kontë mixha jot. Pse hajt? Hajt se këtu e kam. S'ka ku të shkoje, këtu o mixha. Po, më përpara s'ka qenë kështu. Pse kjo kështu? Për shkak të gjunave. E tash, në këtë kolaps, në këtë çrregullim, ti duhesh me dalë dhe me qenë ndryshe, për me arrit çka shpërblim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E kur të bësh ndryshe, dallohesh prej tjerëve. I zbulon të tjerët. E randa është se nuk o let veç ti atë që përjeton. Po pasi që të bëhesh, ke pasoja, në thojza po tham pasoja, kështu kanë qenë edhe jeta e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala dhe shkruhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pastaj të vërsulën e tjerë. Pse? Se nuk ju dukesh mirë ti me qenë ndryshe prej tyre. Mirë po, vallahi këto është kënaqësia e Allahut dhe pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka tha Allahu në Kur'an? Tha, adhurojeni Allahun derisa t'ju vere vdekja. Adhurojeni Allahun deri kur? Derisa t'ju vere vdekja. Çka na thot kjo ajet? Ky ajet neve na mëson që banu musliman i mirë, banu besimtar, banu i dëgjueshëm dhe i respektueshëm ndaj Allahut dhe pejgamberit sa stem ta njëjtën tënde, për ditë. Jo veç një periudhë kohore. Jo veç kohën kur je në xhami. Jo veç kohën kur je në Ramazan. Jo veç kohën kur je në publik. Po krejt kohën. Edhe kur je në publik, edhe kur je vetë. Ti edhe Allahu vetëm. Edhe kur je në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. Edhe kur je në xhami, edhe kur je në pazar. Edhe kur je në biznes. Edhe në çdo punë tjetër, bahu rob i Allahut dhe bahu i vazhdueshëm në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe pasim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Adhurimi në kohë të fitneve, a çu shkon me qenë fitnet? Çu shkon me qenë fotografia e fitneve, përmenda diçka çka përmenda deri tash. Thot në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layl al-mudhlim. Nxitoni, shpejtoni, edhe bani punë të mira. Sa të mundi. Me nxitim, mos lini për nesër. Çka t'ju vë shanca më njëherë ban punë të mirë. Çka do të qoftë ajo e mirë, edhe ni subhanallah, edhe ni alhamdulillah. Edhe çka do të qoftë ajo. Nxitoni se kanë marrë ditë të fitneve, sikur pjesa e errët e natës. Kal hasiri uda, sikur hastrat. Fije. Hek njënën vjen fija tjetër më njerë. Nuk është fija tjetër mas 1 metre. Fije. Do më thonë, vin fitnet një pas një. Vin problemet një pas një. Ta man njeri ju mendon që e kalova këtë problem, i vjen tjetër edhe më i madh. Çdo ditë që i afrohemi kiametit, vin fitnet edhe më të mëdha. Vin problemet edhe më të komplikume. Vin çështjet edhe më të vështira. E pejgamberi s'e çka tha? Nxitonin punë të mira, se kanë më ardhë fitne, kel hasiri uda, sikur hastra fije, deri në qëfar derejgje, deri në qëfar gjendje, thot, deri në atë pikë, sa që njeriu në sabah, kur ngritet për gjumi është musliman, akshami e ze, jo besimtar. Deri kështu. E në qofë se në aksham është besimtar, e ze akshami, e ze mëngjesi, jo besimtar. Jebi'u dinehu bi aradhim min ad-dunya. E shet fejen e vet për diçka për kësaj dunja. Jo për këtë dunja. E shet fejen për diçka për kësaj dunjaje. Çka do të thonë me e shit fejen për diçka për kësaj dunjaje? Me lën fejen Allah subhanahu wa taala. E tash jashta kufrit dhe shirkut, që është shumë e madhe, e që pejgamberi se më thotë që ka më ardhur në zaman, kështu ka më qenë fitnet, jashta kësaj, ka mundsi njeriu nuk e shet fen, nuk e le fen komplet, ama le pjesërisht diçka prej fesë.
varësisht asaj çka lën njeriu prej fesë, atë le prej udhëzimit vet. Një gjuna, i madh, i vogël, një bidat, një problem, një zullum, një fesad, një padrejtësi, dhe në këtë mënyrë zhveshet njeriu prej fesë Allahut, Allahu na ruaj. E adhurimin e kohë të fitnave, çka i ban njeriu? Ja forcon zemrën. Ja ban të qëndrueshme. E lidh me Allahun xhela xhelaluhu. Ja përkujton të angohën njeriu vetes në kohë të fitnave, se shpëtimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Se udhëzimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. E besimtari çdo herë kur e lexon surën Fatiha në namaz, në një ajet aty ja përkujton vetes, edhe këtë nuk duhet me harrua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pse kërkojmë ndihmë prej Allahut xhela xhelaluhu? Cila është poenta e kërkimit ndihmës së Allahut në këtë ajet kuranor? Kanë thënë dietarët, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë që të na mundsosh me të adhuruar. Që të na mundsosh, nëse dojmë të adhurojmë Allahun, do të më lip prej Allahut që Allahu na mundson të adhuruar. Nëse Allahu s'na mundson me e bë ibadet Allahun, s'mundem me bë ibadet Allahut. Pse? Se tha Allahu, atë që Allahu e udhëzon, s'ka kush me devijue. Do më thonë, Allahu e udhëzoi ka. Allahu ja mundsoi ka me bë ibadet Allah. Dhe atë të cilin Allahu e devijon, nuk ki mundësi me gjetë një udhëzues për ta ose një ndihmues për ta. Pra këtë çështje është e lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Tash na jemi protagonistë të kësaj gjendje. Dhe na po e shohim që jetojmë në një farë luksi, dikush mesatar, dikush manalt, e dikush edhe fukara, Allah i ndihmon të gjithë, mirë po nuk po jena të kënaqur me kurrë. E kënaqësia e vet me ku është? Te Allahu xhalla xhelalu. Te nënshtrimi ndaj Allahut, te dëgjimi i Allahut subhanahu wa taala. Cilat janë disa prej adhurimeve të cilat njeriu mundet në kohë të fitnave me mbajt veten gjallë? E para, njohja e Allahut subhanahu wa taala. Nëse njeriu nuk e njeh Allahun xhalla xhelalu, s'ka mundësi me i përballu problemet. Se nuk e njeh Allahun subhanallahu. Nëse njeriu nuk e njeh Allahun me emrat e tij, me cilësitë e tij, s'u përballon problemet, se s'ka pse me i përballu problemet. S'ka pse i përballu fitnet. E kur ta njeh Allahun xhelalu, e din se pse është u sabër. E din çka është duke prit. E din çka ka më ndodhur më vonë, e din. E din se Allahu xhelalu ka thonë me të vërtetë, me vështirësinë vjen lehtësimi. Jo pas vështirësi vjen lehtësimi, po me al usri yusr ka thënë Allah. Me vështirësi bashk vjen lehtësimi Allah subhanahu wa taala. E besimtari kur ta njeh Allahun, e di këtë ajet kuranor, dhe s'ka dert, ban sabër, pse? E di që ka marrë lehtësimi, mos t'i ardhë në këtë dunja, në moment që i del shpirti prej trupit të tij, vjen lehtësimi. Del prej ngushtimit të kësaj dunjaje drejt zgjerimit të botës së xhenetit Allahut subhanahu wa taala. Pra njohja Allahut xhelaluhu, sen kryesor që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u preokupu me mësu sahabeve kur ishte në Mekë në periudhën e vështirësive dhe probleme, ishte njohja Allahut subhanahu wa taala. Ishte njohja Allahut subhanahu wa taala. Ishte kjo pika kryesore që bënë sabër sahabët. I kalun krejt tortura, krejt problemet. Pse? Me Allahun xhelaluhu. Me mbështetjen ndaj Allahut subhanahu wa taala, me shpresën në Allahun subhanahu wa taala, me frikë prej Allahut mos e shkelin kufit e Allahut subhanahu wa taala. Pas njohjes së Allahut është namaz. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Namazi vëllai. Namazi është shtylla e fesë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Muadh ibn Jabalit, a do më ta treguë bazamentin e kësaj çështje? Tha po. Tha bazamenti është tauhid, është Islami. Islami në këtë pjesë të ajetit e ka për qëllim tauhidin edhe akiden. E ka për qëllim tauhidin edhe akiden, me njoft Allahun subhanahu wa taala, me pas besim në Allahun si duhet. Me njoft Allahun me emrat dhe cilësitë e tij, dhe me e adhuru dhe me njësu Allahun mos i bësh shirk Allahut subhanahu wa taala. Kjo temeli, kjo baza, prej këtu ndërtohet feja. Tha stupi, shtylla kryesore e kësaj gjësie, e kësaj çështje është namazi. Është namazi. Në qoftë se na kemi defekt diçka dhe jemi namazli, ta dim që defektin e kena te namazi jon. Namazi nuk është bërë si duhet. Nuk ka mundësi namazit të jepet haku e pastaj mos ketë ndikim në përmirësimin e jetës tonë. S'ka shanca.
Në qoftë se ka defekte, në qoftë se na vazhdojmë me qenë namazlim me probleme, namazlim me defekte në raport me Allahun, namazi jonë ka defekt diçka. Se kjo është shtylla. Tha dhe kulmi kësaj është gjihadi fisabilillah. Kulmi, ajo kulmi. Namazi është shtylla. Në qoftë se përmirësohet namazi, përmirësohet jeta jo. Prej adhurimeve tjera, leximi i Kur'anit. Vazhdimshmëri. Aty ki mësime, aty ki dispozita, aty ki përkujtime, aty ki këshilla, aty ki ngjarje, gjithçka. Besimtari duhet në vazhdimshmëri me lexu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i tha ti sahabijut kur e i tha janë shtu shumë dispozita sheriatike, apo mundësi më tregu diçka me të cilën ka mund ndihmu, ka më pas më lehtë, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo diçka që ka më qenë mjaftueshme për mua, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun lisanuka ratibun bi dhikrillah", letjet gjuha jote e lagur me përmendjen e Allahut. Do të thonë dhikri, përmendja e Allahut, njeriu i lehtëson krejt adhurime tjera. Ja lehtëson krejt adhurime tjera. Prej dhikrit më e mira leximi i Kuranit. Nuk ka dhikr më të mirë se leximi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala. E pastaj, se cilën kohë të veçantë, adhurimi i veçantë. Për shembull nuk preferohet me lexu Kur'an kur jenë në ruku ose kur jenë në sejdë. Në ruku është dhikri special, çfarë duhet më bëj? Në sejdë dhikri special, a duhet më bëj? Dhikri në mëngjesit dhe mbrëmjet, a duhet më bëj? Mirë, po kështu përgjithësi, dhikri më i mirë është leximi i Kur'anit. E në kohë të caktuara, dhikri i caktuar i cili ka ardhur nga Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shtimi i istikfarit. Shtimi i istikfarit. Shtimi i kërkimit falje prej Allahut, me shtu dozën shumë me bëj istikfar. Pse? Se njeriu kur ban istikfar e paraqet fukarallëkun e tij ka shi Allah subhanahu wa taala. Dhe kemi tek në disa herë hutba apo ligjërata se istikfar bëhet për më shumë shkaqe. Bëhet istikfar, kërkohet falje prej Allahut për shkak se sado që na me u lut dhe me adhuru Allahun, na nuk mundemi me adhuru Allahun që shemeriton Allahun, apo? A kena mundësi na, një ditë prej ditëve, që jemi në formën më të mirë të adhurimit dhe shpirtërores, a mujna me arrit me e adhuru Allahun që shemeriton Allahun? Së mujna me arrit. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ. Ata nuk e madhnun Allahun që shemeriton Allahun. Nuk e madhnun, nuk arrim dot na me madhnu Allahun që shemeriton Allahun subhanahu wa taala. A neve Allah na ka kriju për me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Kjo çka na van neve? Kjo na van neve të ankohen na me pas gjuhën e lagur, mi thënë Allah, më fal ja Rab se s'po muj me të adhuru që shemeriton ti. Më fal ja Rab se s'muj me të adhuru që shemeriton ti. Kjo një prej shkaqeve. Veç ky shkak mjafton që na me qenë të vazhdueshëm në kërkim falje për Allah subhanahu wa taala. Po pastaj ku janë gjunahet tona, ku janë gabimet tona, ku është zullumi jon, fesadi jon. Po pastaj ku janë lëshimet tona në adhurime. Për krejta këto bëhet istikfar. Kërkohet falje. Pastaj po ku janë problemet tona që na nuk i dina. Veç ko pas kohë neve, Allah na çon sinjale me tregu që në filan punën ki problem. Ti ki problem me vetpëlqimin. Ti nuk e di që ki problem me vetpëlqimin. Ti nuk e din, ti ndoshta një periudhë të gjatë kohë nuk e kupton që jetë e marr veten mësysh. Ti se kupton, ti mendon që këtë në rregull. Aty të marr veten tonë mësysh. Kjo me marr veten mësysh do të thonë me pëlqy veten tënde. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Dhe kjo është prej veprave të zemrës, ti s'e shë sy ata. Ajo ndjenjë shpirtërore e zemrës, ose kryelartësia, ose hasedi, ose mlefi, edhe kështu me radhë. Krejta këto janë të këqija për të cilave na duhet me bëj istikfar, me kërku falje për Allahut që Allahun më na i fal neve. Lutja. Me po lutje shumë Allah subhanahu wa taala. Dua me po Allah subhanahu. Duaja është arma besimtarit, Allahni. Duaja është arma besimtarit.
nuk ka pas ndonjë vështirësi pejgamberit se vetëm se është kthyer Allahut me dua. Shokët e pejgamberit se njëjtë. Ka bërë shumë dua. Mirë, po kush ban dua, kush lutet shumë ai i cili ka nevojë. Lutet shumë ai i cili e ndjen se ka nevojë për Allah subhanahu wa taala. Nuk lutet kryelarti, sa e kryelart. Nuk lutet i vetë pëlqyeri, se s'lutet ai. E ka pëlqy vetën, s'ka nevojë për tjerë. Kurse besimtari ka nevojë për Allah subhanahu wa taala. Besimtari e ndjen se ka nevojë për Allah dhe i lutet shumë Allah subhanahu wa taala. E tash varësisht imanit tan, varësisht arritjes tonë në besim, karshi Allah subhanahu wa taala, atë lutesh Allahu subhanahu wa taala. Për adhurimeve tjera është sabri. Me bo sabër, për hirtë Allah subhanahu wa taala. Çdo vepër që e bën me bo sabër. Me u largu prej gjunajt, me bo sabër. Me u largu prej shikimit haram, me bo sabër. Mos me këshir pislëk në telefon, me bo sabër. Sabër të me bo. Ose ban sabër nuk shikon, ose nuk hin hiç. Në qoftë se mendon që s'ke me bo sabër, nuk hin hiç. E mos me hi hiç rrjetet sociale, edhe kjo do sabër. Me fal namazin, do sabër. Me dhon zeqatin, pasurin tane, që ti lodhësh, raskapitësh, pkutësh, tanë vitin, në fund me dhon, sabër do. Se cili se jep. Me urdhun të mirë, me ndalun nga e keqja, do në sabër. Alusëm Allahun që Allah të falë më këtë tona. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.